80% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut nuk do të ndryshonin bindjet e tyre politike për para. Këtë e tregojnë rezultatet e projektit kërkimor europian ENCODE, të prezantuar sot në Shkup në një aktivitet të organizuar nga Instituti për Demokraci. Në një eksperiment tjetër të lidhur me të drejtën e votës, 78% e të anketuarve refuzuan të merrnin në konsiderat edhe mundësinë e kompenzimit monetar në këmbim të mosvotimit në zgjedhje. Studiuesit deklarojnë se indiferenca ndaj politikës është një rrezik më i madh demokratik se sa vetë emocionaliteti, duke theksuar se qytetarët që ndjejnë zemërim, ankth ose shpresë janë më pak të gatshëm të fitojnë para nga të drejtat e tyre demokratike. Analiza e komunikimit politik në rrjetet sociale tregon trende shqetësuese. Sipas një studimi nga kompania Predict Buy, i cili përfshinte rreth 120.000 postime dhe komente në platformën X nga Maqedonia e Veriut, deri në 98% e komenteve të drejtuara ndaj politikanëve përmbajnë element urrëtie dhe 82% përmbajnë tregues të zemrimit. Tutje, studimi tregon se gjuha e urrëties nuk është karakteristik vetëm e periudhave zgjedhore, por është vazhdimisht e pranishme në hapësirën politike online gjatë gjithë vitit. Gjithsej, 2.17 milion postime u analizuan në 6 vendet e mbuluara nga studimi, nga ku rezultatet tregojnë se përmbajtja që shkakton frikë dhe ankth gjeneron reagimet më të shumta tek audienca, ndërsa mesazhet konstruktive dhe pozitive ofrojnë shtrirjen dhe angazhimin më të qëndrueshëm. Hulumtimi u krye në 6 vende europiane: Austri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Bullgari, Danimark, Poloni dhe në Maqedoninë e Veriut. Eksperimenti i sjelljes mbi rezistencën demokratike përfshin 4.550 të anketuar, nga të cilët 581 nga Maqedonia e Veriut, të anketuar në tetor 2025 para zgjedhjeve lokale.